morëm avokaten, e futëm në shkollë private, ishte shkollë private, jo shtetërore, por e paguante councili. Tek ajo shkolla pastaj, Lukasi ka ndëjtur 4 vjet, mos gaboj, 5 vjet, aty bënte speech and language, occupational therapy, se nuk I di në shqip fjalët, I bënte që të gjitha. Por aty ishte momenti ku Lukasi mori regres, nuk mori progres. Ashtu. Po ke pyetur pse ndodhi kjo? Sepse me sa unë po flas për veten time si dua, si nëna e Lukasit, sepse çdo rast I fëmijë është ndryshe. Çdo fëmijë me autizëm nuk është njësoj. Dhe nuk dua që t'i jap një lloj mesazhi nënat e tjera mos ta çojnë fëmin në përshkolla që janë me nevojë. Domethënë, jo, ti trego patjetër, në rastin tim, eksperiencën tënde. Lukasi kishte nevojë që të ishte me fëmijët e tjerë normal. Jo me aftësi të kufizuar, sepse tek ajo shkolla ai kopjonte fëmijët e tjerë. Nuk ishte domethënë një normal structure. Te shkolla që ti e kishe çuar ishin të gjithë fëmijët me nevoja të veçanta. Të autizmit, vetëm të autizmit. Vetëm të autizmit,